Njët me publiku në Partinë e Lirisë, Arla Merja. Motra dhe vlezër, përshëndetje. Sot më 8 dhjetor ne mblidhemi këtu në një ditë që në fakt duhet ishte dita e rinisë, por prej vitesh është dita e premtimeve të harruara. Na thonë se rinia është prioritet, ndërsa realiteti thot krejt tjetër gjë. Qeveria na quan të ardhmen e vendit, por na trajton si të panevojshëm. Për të rinj, ky vend ka mbetur një aeroport me vetëm një drejtim, ikjen. Ndërkohë qeveria vazhdon të na tregojë statistika suksesi, histori të mrekullueshme, tendera që rregullojnë gjithçka, konvikte që ekzistojnë vetëm në broshura, paga që rriten vetëm nëpër ekrane, por kurrë në xhepat e punonjësve. Na thonë se çdo gjë po shkon shumë mirë, ndërsa mjekët, mësuesit, qytetarët e lirë largohen, studentët protestojnë dhe familjet numërojnë ditët se si do t'ja dalin. Sa më shumë premtime, aq më e qartë bëhet se realiteti ynë është krejt tjetër. Çdo statistik, çdo video, çdo fjalim na tregon se sa larg jemi ne nga ajo që na premtohet. Por pa merak, në tunelet e njëri tjetrit do të fundosen gjithë, mos keni asnjë dyshim për këtë. Çdo i ri që largohet është një dritë që shuhet, një mundësi që humbet dhe një ardhme që na vidhet. Sepse ne nuk jemi sot këtu për të fotografuar, as për të numëruar. Ne jemi për treguar se qytetarët nuk do t'i besojnë më propagandës. Jemi këtu sot sepse nuk duam më një vend ku e ardhmja pritet me frikë, por duam një Shqipëri ku e ardhmja ndërtohet me guxim. Sepse shpresa nuk është thjesht slogani i 8 dhjetorit, është betejë e çdo dite. Dhe këtë betejë nuk do ta fitojë më propaganda, por qytetari. Shqipëria ka nevojë për guxim dhe sot guximi jemi ne. Shqipëria ka nevojë për një zë, dhe ky 8 dhjetor është zëri ynë. Dhe ky zë, motra dhe vlezër, kurrësesi nuk duhet shuhet. Le të mbajmë gjallë kujtimin e Azem Hajdarit dhe të mos dorëzohemi kurrë. Ju faleminderit. Ne besojmë vërtet se jemi në fund të këtij regjimi. SBA-t ka ndryshuar, BE-ja ka ndryshuar, dhe është koha jonë për të ndryshuar. Ne do të jemi brezi që do të ndryshojë rrjedhën e vendit. Rama solli fundin politik të kolegëve të tij. Ne do të sjellim fundin politik të tij. Të bashkuar me vizion të qartë për një Shqipëri të lirë, do të japim fund kësaj qeverie korruptive. Tani ftoj për fjalën e tij zotin Eugen Gjoni. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur demokrat, përshëndetje të dashur doktor Sali Berisha. Faleminderit që jeni sot në ditën e rinisë, jemi mundur të bëjmë një folklorik të ndryshëm. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe faleminderit shumë, më falni. Dhe tani do të doja të ftoja personin që ishte aty në lindjen e Partisë Demokratike dhe ka dhënë shumë për Partinë Demokratike, të vetmin që mund të udhëheq luftën kundër autokracisë, zonja dhe zotrin, një person me energji të jashtëzakonshme, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, qytetarëve dhe qytetarëve të pranishëm sonte në këtë sheshin e Lirisë. Një përshëndetje dhe nderimin më të madh studentëve dhe studentëve
të dhjetorit 90, që të prirë nga tribuni legjendari kombit, nga studenti Azem Hajdari, ndan epokat, përmbysen epokën e shtypjes më tegër, shpërftyrimit më të madh të shqiptarëve dhe çelen dyrt e lirisë për kombin ton, çelen dyrt e përparimit e të ardhmës së shqiptarëve, çelen dyrt për zgjidhjen e problemit e çështjes shqiptare. Të dashur miq, këto 2 vjet është shkruar dhe folur shumë për gjeneratën Z, gjeneratë e cila janë të rit, që në fakt përmbysen diktatura mizore në Nepal, në Bangladesh dhe në vendet tjera. E vërteta është se kjo gjenerat është bërë zëdhënsja më e guximshme, më shkëlqyer e idealeve të kohës